Pse njohja e Sirisë është historike? Për herë të parë pas një dekade, Kosova ka arritur 3 njohje brenda një viti. Për pak muaj, Kosova i mori njohjet e Kenjës, Sudanit dhe Sirisë. Këto njohje janë të rëndësishme për disa arsye. E para punës tregon që Kosova bashkë me aleatët e saj kanë pasur një angazhim diplomatik të shumëanshëm, një koordinim me Turqinë, me Arabinë Saudite, normalisht edhe me aleatin tonë kryesor, SHBAN e aktorë të tjerë. Po ashtu në këtë mes s'do të më harroni kontribut personal të presidentës Vjosa Osmani, por edhe të njerëzve të rëndësishëm si Bexhet Pacolli e Miftiu Naim Tërnava, i cili ishte prezent në takimin ku Siria njohi Kosovën. E dyta, 3 njohjet e fundit tregojnë një sinjal që Kosova po e rikthen një tempo të humbur diplomatike para 10 viteve. Por herë të fundit Kosova i mori 3 njohje në vitin e largët 2015. Nga atëherë ose kemi pasur nga 2 njohje në vit, ose s'kishte njohje fare për disa vite. Ky është fundi i një agjerimi nga njohjet. E treta, Kosova me shumë gjas e ka kaluar ngërçin e njohjeve që kishte ardhur si pasojë e një fushate agresive të Serbisë për njohjen e Kosovës. Përveç që erdhën 3 njohje në vitet e fundit, nuk ka më njohje të pavarësisë së Kosovës. Pra po dështon politika e njohjeve të Serbisë, e cila ka qenë tepër agresive, aq sa kemi pranuar në marrëveshjen e Washingtonit në vitin 2020 që Kosova mos me lobu për njohje në mënyrë që Serbia me ndërprej fushatën e njohjeve. E katërta, Siria dikur ishte një vend me qëndrime të forta kundër Kosovës. Me rrëzimin e Asadit, Siria ja ktheu shpinën Serbisë duke njohur Kosovën. Është një dush i ftoftë për Vučićin, si shkroi edhe gazeta e njohur kroate Večernji List. Është simptom e humbjes së ndikimit të Iranit në atë pjesë të botës. Siria mund të kenë model për njohje nga vende të tjera si Libani e Jemeni, ku Irani ka pasur ose ka ndikim të madh përmes proksive të tyre. Të shohim çka do të sjellë ardhmja për Kosovën.